Ka qenë historikisht sektori më pak i kredituar nga bankat në Shqipëri. Arsyet për mungesën e financimit në këtë fushë janë të shumta, që nga informaliteti i lartë, vështirësitë në sigurimin e biznesit nga shoqëritë e sigurimit dhe deri tek paqartësia e titujve të pronësisë dhe pamundësia për të lënë kolateral. I ngritur si shqetësim nga media dhe shoqatat e biznesit, qeveria e parë socialiste ndërmori një nismë në bashkëpunim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankën e Shqipërisë për të rritur kreditimin në bujqësi dhe agropërpunim. Në këtë linjë, qeveria dhe Bersh do të vinin në dispozicion të bankave të nivelit të dytë, një fond i cili do të garantonte riskun e mospagesës së kredisë në këtë sektor si formë kolaterali. Në këtë mënyrë, interesat për huat që bankat do të jepnin ndaj fermerëve do të ishin më të ulta dhe kreditimi për sektorin do të rritej. Rezerva dispozicion është rreth 300 milion euro. Mundësia reale për fifje është minimalisht 50 milion euro vit. Ndihmë më të madhe për fermerët shqiptar nuk mund të kishte. Ndaj në janar të vitit 2016, Parlamenti ratifikoi marrëveshjen e bashkëpunimit nëpërmjet Këshillit të Ministrave, të përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Ministrisë së Financave dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në lidhje me lehtësimin e mbështetjes së agrobiznesit, llogari bashkëpunimi. Marrëveshja kërkonte angazhimin e 36 milion eurove nga qeveria shqiptare në drejtim të një llogarie të veçantë që Bersh do të kishte me qëllim mundësimin e mbulimit të riskut për kredit në sektorin e bujqësisë. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, nga ana e saj do të angazhonte 100 milion euro. Bersh më pas do të lidhte marrëveshje me bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, të cilat do të garantonin në rast mospagesash. Për këtë, u caktua një fond me vlerë 136 milion euro. Gjithashtu, një pjesë tjetër e parave do të shkonte për asistencë teknike, kërkime, këshillime dhe strategji për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe agropërpunimit. Mbas 100 milion të parë nga qeveria, u premtua angazhimi i 80 milion eurove të tjera. Të gjitha në ndihmë të fermerëve që të rritnin biznesin dhe ta konsolidonin atë. Por vitet kaluan dhe se çfarë ndodhi me këtë skenë të pompuar me të madhe për muaj me radhë, askush nuk mësoi asgjë. Unë jam këtu për të vazhduar t'i flas njerëzve në fshat për një mundësi të re që ne kemi krijuar. Për të ndërtuar një linjë të re financimi të sipërmarrjes në fshat me paratë e shtetit për të garantuar kredit e atyre që aplikojnë për t'i marrë si fermer. Kemi negociuar me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim që të bëhet ajo palë dhe ky fond zëvendëson secilin për jush kur vjen puna për të aplikuar në bankë dhe për të marrë një kredi bujqësore me garanci nga shteti. Është një ndryshim themelor. Kredia që bankat kishin dhënë për bujqësinë deri në fund të vitit 2016 zinte vlerën totale një stoku prej 72 milion euro. Por pas nisjes së këtij programi, e dini se si shkoi stoku i kredisë së fermerëve? Në dhjetor të 2017-s, kredia gjithsej për sektorin rezulton 53.6 milion euro, disa herë më pak se sa premtimi i dhënë. Ndërsa në fund të vitit 2020, kredia për bujqësinë, pyjet dhe peshkimin ishte gjithsej 58 milion euro. Nga shifrat, duket se skema kishte dështuar me sukses. Jo vetëm që 180 milion euro të premtuara nuk ishin vënë në dispozicion të fermerëve, por kishte ndodhur e kundërta. Kredia në vend që të rritej ishte ulur. Në total, Ministria e Bujqësisë kishte derdhur në llogarin Bersh deri në janar të vitit 2021 pak më shumë se 15 milion euro. Edhe pse marrëveshja e ratifikuar në vitin 2016 detyronte që të kalonte 10 milion euro pas hyrjes në fuqi të saj, 12 milion euro deri në janar të vitit 2017 dhe 14 milion euro në janar të 2018-s. Së në shkurt, as gjysmën e shumës që detyrohej, edhe pse nuk dihet saktë se sa para kishin shkuar për të ndihmuar bujqit përmes kredisë dhe sa për të paguar konsulentët e tyre. Ajo që fermerët mund të mbajnë mend ishte një fjalim i ministres së bujqësisë në vitin 2021, Milva Ekonomi, në të cilin thuhet: nga fillimi i programit, institucionet financiare partnere kanë disbursuar 6.098 kredi me një volum prej 65.2 milion euro, të cilat injektohen direkt në sektorin e bujqësisë. Sektorët kryesor të volumeve të disbursuara janë agropërpunimi dhe bujqësia primare me 28.4% dhe 27% të portofolit respektivisht.